Muzika italiane mblodhi në prag të festës së Krishtlindjeve në një mbrëmje të veçantë një spektator të përzgjedhur në teatrin Petro Marco të Vlorës, në koncertin Natale in Musica. Sopranoja Barbara Lucchini dhe pianisti Aliano Frediani kanë interpretuar meloditë që kanë shënuar historinë e kinemas. Në nisje të aktivitetit të gjithë të pranishmit, u përshëndetën nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Mersini theksoi se ngjyrat e festës janë kudo dhe teatri është protagonisti kryesor në këto ditë. Kryebashkiakja theksoi se kjo është një mbrëmje ndryshe që kujton muzikën italiane, me të cilën shqiptarët janë rritur dhe kanë rrugëtuar ndër vite. Muzikë e cila krijoi identitetin jo vetëm italian, por edhe botror të filmave, duke përcjell mesazhe të forta njerëzore. Ngjyra e festave është kudo. Krishtlindjet po afrojnë, Viti po afron, edhe në të kuadër festash, teatri si gjithmonë është protagonist i qytetit, sepse krijon frymën e qytetit. Sot është një natë më ndryshe. Një natë për të kujtuar muzikën italiane. Atë muzikë që krijoi identitetin jo vetëm italian, por dhe atë botror të filmave. Dhe muzika në një film nuk vjen vetëm si një emocion, nuk vjen vetëm si një sfond, po vjen si një film. Jep mesazhe dhe jep identitetin e filmit. Muzika italiane ka përcjellë më së miri. Ne jemi rritur në muzikën italiane, kemi ndjekur filmat italianë, dhe Ennio Morricone, si njohur si një kompozitor me më shumë se 500 kolona zanore, ka shënuar fëmijërinë, adoleshencën dhe gjithashtu dhe jetën tonë. Dhe patjetër që populli shqiptar, ashtu si dhe populli italian, ka përcjellë emocionet e filmave të jashtëzakonshëm. Filmave të cilët edhe gjatë luftës së dytë botërore apo periudhave të tjera të shndrimit të botës, kthyen emocione dhe dhanë mesazhe shumë të forta, mesazhe njerëzore. Konsulli italisë në Vlorë Achille Provenzano e ka nisur fjalën e tij me një falënderim për të pranishmit në sallë, për kryetaren e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini dhe për drejtorin e teatrit Petro Marco të Vlorës Artur Dhamo, që mbështetën këtë iniciativë dhe hapën dyert e teatrit. Benvenuti a tutti voi, grazie alle autorità civili. Sopranoja Barbara Lucchini dhe pianisti Aliano Frediani do të dhurojnë sot emocione të mëdha për të gjithë, duke interpretuar pjesë nga kompozitorët më të mëdhenj italian, që janë bërë hite të filmave të njohura. Ata do të interpretojnë nga veprat e Ennio Morricone, te këngët napolitane, deri te kryeveprat e muzikës lirike, ku publiku do të përjetojë një atmosferë emocionuese. Një event në shenjën e kinemas dhe muzikës, si përçues të gjuhës italiane, për të festuar së bashku festat e ardhshme të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Con la soprano Barbara Lucchini, che porteranno qui le musiche di... Pas përshëndetjeve të rastit, nisi edhe aktiviteti muzikor, ku spektatori shqiptar dhe italian e shijuan atë në interpretimin e sopranos Barbara Lucchini dhe pianistit Aliano Frediani. Një mbrëmje me muzikën italiane, e cila do të mbetet gjatë në kujtesën e spektatorit që ndoqi nga afër dhe që erdhi si një dhuratë e bukur në prag të Krishtlindjeve.